Polisi lindi nga përvoja Ekoplanet dhe shprehu atë dëshirën që puna që bësh në terren me komunitetet dhe me njerëzit apo me autoritetet të përkthesh në një përvojë le temi akademike. Ndryshe nga shumë nisma private që lullëzuan në Shqipëri në dekadën e dytë të transformimit, Koplani kishte solli në Polis një qasje të re. Dhe kjo do të thotë që ne e filluam Polisin nëpërmjet kërkimit aplikuar dhe shkencor dhe u zgjeruam pastaj edhe në atë që quhet përvojën akademike, në mësimdhënie dhe në forma të tjera drejt inovacionit në ditët e sotme. Ka qenë për përvojë gjithashtu në rritje që kemi mësuar duke punuar çdo ditë nga pak. Legjislacioni ka evoluar, ne kemi kontribuar që ky legjislacion të përmirësohet, kemi shprehur mendime, kemi kritikuar, kemi kontribuar në reformat e kryer, por nga ana tjetër kemi mësuar nga këto ndryshime, shpeshherë të cilat kanë qenë të duhura, shpeshherë kanë qenë të gabuara dhe kemi vazhduar sfidën, si brenda organizatës dhe në komunikimin me autoritetet, për ta vazhduar dhe me shoqërinë, për ta vazhduar këtë lloj debati, për ta vazhduar këtë sfidë. Dhe sfida më e madhe për institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri, aq më tepër për një institucion jo publik siç është Polis, është fakti që ne trashëgojmë një lloj prapambetje, le të themi, për shkak të një historiku shumë të shkurtër të arsimit të lartë në Shqipëri, por edhe izolimit në mënyrë veçantë gjatë komunizmit. Dalja nga këto pasoja të këtij izolimi disa dekada, kapërcimi që kërkohet që të bëjmë ne, aq më tepër që të futemi në procesin e integrimit evropian, kanë qenë sfidat kryesore dhe këtu sforcoja e Polisit ka qenë e jashtëzakonshme. Do të thosha, edhe rastësisht jemi antarësuar në atë që quhet Shoqata Evropiane e universiteteve, e cila është një krah, le të themi, akademik dhe kërkimor i Brukselit. Jemi akredituar në nivel ndërkombëtar nga një nga agjencitë më të mira në Britaninë e Madhe dhe në le të themi nivel ndërkombëtar. Jemi antar të disa nga platformave më të rëndësishme në nivel botëror të rankimeve të universitare dhe kemi arritur të depërtojmë dhe jemi ndër pak universitete që kemi arritur të bëjmë këtë gjë me sukses.